unë kam konceptuar si një udhëtim në përpjekje për të prekur të gjitha dinamikat që një çift modern i mijëvjeçarit të ri mund të ketë, por pa anashkaluar dhe zbulimin që secili nga ne duhet bëj për veten e vet, në mënyrë që të jetë në formën e tij më të mirë, në variantin e tij më të mirë dhe si rrjedhohet krijojë edhe një marrëdhënie më të mirë. Nëse gjatë kësaj dite keni takuar lexues që janë të interesuar. Cila është fjala që na ka dhënë shumë dashuri? Mua më ka mbetur më shumë se sa një fjali në mendje, më ka bërë shumë përshtypje që ishte diçka që unë nuk e prisja, që për librin kanë ardhur çifte dhe e kanë blerë së bashku dhe më ka pëlqyer shumë sportiviteti i shumë djemve dhe i shumë burrave që e merrnin librin, e paguanin dhe më thonin që do ta lexojmë të dy për ta diskutuar. Është një gjë që më ka pëlqyer shumë, më ka emocionuar shumë, edhe sigurisht që më ka bërë të kuptoj. Një fjali që shumë shpesh mund ta gjejmë në libër është në bazë se burrat janë gjithë njësoj dhe më duhet ta rimendoj këtë gjë sepse këto ditët e panairit kam kuptuar që jo, burrat nuk janë të gjithë njësoj. Edhe kjo ishte një lloj prove. Nëse panairi do ishte një libër, cili libër do ishte dhe cili zhanr? Unë jam modeste dhe sigurisht do mbetem me tillë, po që patjetër për mua panairi duhet të jetë gjithmonë ai libër që është i guximshëm dhe që nuk vendos të jetë një seri e disa gjërave të botuara më parë. Nëse unë ja dal që të vë një gur kilometrik në guximin edhe lirinë e të shprehurit, për mua misioni është i kryer dhe panairi për mua do ishte ky.